Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrozur në kuadër të temave që po i trajtojmë në këtë pjesë të derseve dhe takimeve tona pas sabahut, janë disa meditime që kemi filluar me i trajtu së bashku në lidhje me pejgambert Allahu te bareke ve teala. Kemi thënë se temat e pejgamberëve janë temat e rëndësishme, janë temat e bazës, janë temat qëndrore të Kur'anit pas besimit në Allahun te bareke ve teala. Andaj nuk jam duke folë për pejgamberët si temë, nga se kjo kërkon trajtim më të zgjeruar, pastaj me një radhitje tjetër, po thjesht një vështrim meditimi rreth ajeteve që flasin për pejgamberët, si ka folë Allahu për ta. Në aspekt si i ka prezantuar Allahu pejgamberët në Kur'an. Që edhe nga ky prezantim i përgjithshëm dhe ky meditim i ajeteve të përgjithshme që flasin për këtë kategori të njerëzve të përgjithur, të marrim mësimet e duhura për neve. Dhe gjithashtu kur lexojmë Kur'an, të ndalemi tek ajetet që Allahu flet për pejgamberët. Kemi thënë se Allahu xhallahu ala kur flet për pejgamberët, flet për njerëz dijshëm, për njerëz që Allahu i ka mësuar, për njerëz që kanë ardhur mësime të cilat nuk mund të mësohen përmes asnjë rrugë tjetër, përveç se përmes rrugës së pejgamberëve. Besimi në Allahun te bareke ve teala nuk mund të mësohet absolutisht nga asnjë rrugë, përveç se përmes rrugës së pejgamberëve. Njohja e vetës, njohja e qëllimit të krijimit, ajo që vije pas vdekjes, çka Allahu don, çka Allahu nuk don, e të tjera të kësaj natyre nuk mund të mësohen përveç se përmes rrugës së pejgamberit Allahu te bareke ve teala. Çdo përpjekje me i anashkalu pejgamberët në këtë temë është realisht dështim dhe është devijim. Nga se Allahu xhallahu ala nuk ka dhënë kapacitet mendjes së njeriu që të pavarësohet në njohjen e këtyre gjërave pa shpallje, e pamundshme. Shpallja është baza, ndërsa mendja logjike e njeriu është e varur nga kjo bazë. Gjërë kemi thënë se Allahu xhallahu ala kur vetë për pejgamberët i flet për njerëz devotshëm, jo njerëz që veç kanë folë, kanë dhënë dije, e s'ka pas ndikim dija në adhurimin ndaj Allahut te bareke ve teala. Dhe kjo është reflektimi më kryesor i dijes. Çfarë do dije? Ndaq me ditë sa ka përfituar njëri nga dija për fitim real, shikon në devotshmërinë e tij dhe në raportin e tij me Allahun te bareke ve teala. Andaj, në kohën tonë është një absurditet, do një shpërputhje e pakuptimt mes dijes edhe veprës. Konsiderohet njëri shkencëtar nëse është edhe ateist. Po nuk mund ta paramendojnë, madje është diçka jashtëzakonshme me qenë shkencëtar edhe me qenë i devotshëm. Ndërsa sipas udhëzimeve të pejgamberëve është komplet normale. Madje e pritshme është që të parë që i përgjigjen urdhëve të Allahut azza wa jalla të njerëz të e dijshëm, pavarësisht çfarë profili kanë. E në veçantë ata që ndjekin gjurmët e pejgamberëve dhe mësojnë nga mësimet e tyre. Dhe për këtë kemi sjell edhe shembuj, disa nga shembujt e Kuranit për devotshmërinë, për mallënimin e Allahut, për frikën e pejgamberit ndaj Allahut azza wa jalla, dashninë e kështu me radhë. Është një aspekt tjetër të ndërrodhë që e gjejmë të shpërfaqur në Kur'an, në aspekti i dijes, aspekti i devotshmërisë, adhurimin ndaj Allahut te bareke ve teala. Është një aspekt tjetër që mësojmë për pejgamberët kur na lexojmë për ta në Kur'an, e që është gjithë një aspekt i rëndësishëm për ta plotësuar veten tonë dhe në përputhje me këto mësime të formohemi dhe ndërtohemi si besimtar. Ky është aspekti i edukatës, i moralit, i mirësjelljes. I gjejmë pejgamberët e Allahut azza wa jalla në këtë aspekt të kompletuar. Jo vetëm në raport me Allahun, po në raport me njerëzit. Gjitha vlerat morale kanë qenë të përmbledhura te pejgamberët e Allahut azza wa jalla.
Në veçanti te Muhamedi alayhi salatu wasalam. Madje pejgamberi jon alayhi salatu wasalam kur flet për qëllimin e misionit të tij dhe çka realisht ai synon me këto mësime ka thonë bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar që t'i plotësoj dhe përmbushi si duhet vlerat e moralit. Më komar më mësu që mësil edhe njëri me tjetrin, me Allahun po gjithsesi, po edhe njëri me tjetrin. Si t'jeni të edukuar, të moralshëm, të sjellshëm në raport me njëri tjetrin. Dhe këtë dimenzion të rëndësishëm të jetës të ndërruar vëllezër e gjejmë me të vërtetë të pranishëm çdo rrëfim të pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Shikoni për shembull të marrim përgjithshëm çdo pejgamber si e ka prit populli i tij, jo me mirëseardhje, jo me tepitkuq, jo me krah të hapur, mirë se ka ardhur. Jo, fatkeqësisht në shumicën ndërmues të rasteve janë refuzuar. Veçanë nga kush? Nga elita, nga pushtetarët, nga ata të privilegjuarit, të pasurit. Pse këta kanë refuzuar pejgamberët? Për shkak se këta pejgamber u kanë prish, domethënë, përfitimet e tyre të padrejta. U kanë mbyllë do rrugë që nuk banë me fitu për mes tyre. U kanë ndryshuar disa pozicione. Andaj ata nuk kanë pas lavërdi nga këto ndryshime. Edhe kanë refuzuar. Jo pse kanë pas argument, po për shkak se kanë pas interes e psharak. Merri dy palët. Edhe krahaso. Refuzuesit dhe pejgamberët. Refuzuesit të ndërruar vëllezër nuk kanë pas asnjë argument. Absolutisht. Ndërsa pejgamberët s'kan pas asnjë interes për këtyre. Si janë si të parët e si janë si të dytët. Shkoni për shembull, çfarë kushtimesh me thonë? Çfarë edukate ka tregu Ebu Lehebi kur i ka mbledh pejgamberin sa fat i ka thonë, nëse ju them se një ushtri do të vije shpejtin mes në juve me ju luftu se është pas kodrës, a keni me besu? Kam po se kur s'na ke gënjy. E kam pranu në moment se pejgamberës kur, për 40 kur si ka gënjy. Kur? Me një shoqëri ku gënjeshta ka qenë normale. Vrasja ka qenë normale. Padrejtia ka qenë normale. Në këtë shoqëri kur mos më rrit, është punë e madhe. Është punë e madhe. E ka thënë pejgamberi atëherë unë po ju them se Allah më ka dërguar me u atrek vretin nga dënimi i dhimbshëm. Çka ka këtu keq? S'ka thonë atëherë pra këtu në shpallës jam kryetari juve. Apo unë du me konë ai që udhëheqi me Mekën. Të kështim që shtot për shembull, ani i do të thonë ani ka dalë qyrëm këtë punë, sa i që ti e meriton, s'ka edukata kështu e ke shkërkuar, po. Si o shumë e lihada gjemaatena, para këtë njerëzve, agja i ti, para më nëjë sa i pa edukatë të konë, sa i pa moral shumë konë. Arabët e kanë pas zakon me mbrojt njërin tyne edhe kërko keqë. Po këtë një kulturë që farë kanë pas, keqë e ko jemi është. Para tjerë i ka onë që unë e mbrojëm. Nga zakonet e Arabëve është darë që e bolebi tëtë, nga ne nipin temë që të thonë. E të një kërë qënë të shpija më që nipi jam, mbrojt e që të jam, ma më së gabën me dojë që nuk mbrojmë. Kushtimisht përëm që zakon. E ka pas këtë dukat. E ka prek në palës, e ka prek zilia, inati, mendjemadhësia. Reagimi ti. Si ka qenë reagimi pejgamberit sa? Heshti, sabër, dallimes dy palëve. Si ka qenë reagimi Nuhit alayhis. Shikoj çfarë reagimi ka bu populli Nuhit alayhis. Nuhi çka i ka thënë? O populli jam, adhuroni vetëm Allahun, mos i bëni shok Allahut. E çka ka këtu të keq vëllai? Mirë spajtohet më që na e dim që duhet Allahu më adhuru, po na i kem do kushtimisht po them. Shikoni surën Nuh, çfarë reagimi pa edukat. Pa njëri po thirr në adhurim, njëri po thirr Allahun me falëndërim, po thirr ka vetja e tij, me mirësi, me urtësi, ata kanë marrë teshat i kanë qenë mikry, ka shti vesht, nga unë ti ke lutje, si mirë ti. A është kjo sjellje normale? E në këtë sjellje Nuh alayhis
sabër, mirësjellje, kujdes, prap I ka thirrë. Apo kupton dallimin ku është? Dallimi mes pejgamberit edhe refuzuesve të misionit të pejgamberit. Kjo më thash në përgjithësi çdo pejgamber këtë të shusill me popullit vet. Madje kur ka ardhur dënimi Allahu xhalla xhelaluhu kanë dashur ky dënim mos më ndodhë. Kanë dashur ky dënim më ushty. Ka thënë Allahu ma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zot, falja popullit të më ka thënë nuk dinë. Çfarë reagimi? Ndaj kujt? Të njerëzit kanë fyt, kanë ofendu, kanë refuzuar vazhdimisht. Dallon formimi I besimit edhe formimi I mosbesimit. Dallon njëri I kthym ka Allahu edhe ai që është rrugë nga Allahu xhallahu. Andaj në sens ku mësojmë për sjelljen e pejgamberëve me të vërtetë në çdo aspekt shohim dallime. Edhe kështu me kuna. Në çdo aspekt me dallime. Gjithçka, në çdo segment tjetër me dallime po. Normal që ky besimtar apo ky falet, ky është musliman I mirë. O vrej dallimi. Jo dallimi kryesor me kohë që falet edhe s'falet. Ç'ka dallimi? Tani tjerat si njëjtën. Ja s'bën. Në sjelljen tonë, në fjalët e tua, në çdo vlerë duhet më shpreh dallimi, çdo vlerë. Nga se kështu kam thënë pejgamberi Allahu ta zot, ti është dallojnë, më herë dallojnë. Wallahi me shef amna po. Njëri thekë kështu, e njëri thekë kështu. Çdo kom pejgamber kimë ditë. Kur s'ja huq. Por më thonë një kon dy palë, njëri thekë kështu, për shembull, njëri bëjë kështu, tjetri bëjë kështu. Hajs mos tu thërkë se thosh pejgamberi kon. Po njëri kështu bëjë, njëri kështu bëjë. Cili kon pejgamber e din më njëherë se kon pejgamberi. Nga se kësi shprehje, kësi refuzime, kësi arrogancë nuk ka mundësi më nga pejgamberët kur. S'ka mundësi. A ka mundësi për shembull që një popull I thekë njënit për tyne, këthau nudhen e baballarëve, këthau aja që të ke jakën me kry, ose teshën me kry, që të ke gjatë mesh, me thonë, që të konë që kë? A mund të konë nuhe, s'mund në, së shka stile nuhe të të. Vetë I veç të lezu, I din palët edhe din e rështimet, kush me kanë është dhe kush ku është. Andaj shumë muslimani, eq, pa të kazu, do në emnat, asbjanat, që kjo është muslimani. Ai që e zbatën premtimin, ai që në fjallë, muslimani e këmë siguri. Dhe një vëllas që e ke qëlluar. A është në regullë të për shambull, me thonë një në dy vetë, njëni del fjallë, njëni zemrën, pasë njëni dërdhën, njëni, vëllaj veç që më smujtë. E ti me thonë, e që kjo që I falë, ja vëllas sërë, që kjo tjetër është. Për shumë kushtimisht, a gjonë që kështë sëtë? Gjonë fatë këtë sërë. Për zbanë, do të me ditë, ai që është adhurus në Allahu Azza wa Jall, ai që është djeksi pejgamberë, dihet me herë, sillet I dihet, pe I largë shë. Identifikohet me sjelljen e tij, me edukatën e tij, me moralin e tij e kështu me radhë. Tash kënë kuptim përgjithshëm. Tash kur fushet në detale, çfarë sjellje kanë pas, çfarë edukate kanë pas. Interesant. Mas pari me Allahun xhalla xhelalu, çfarë edukate kanë pas. Pastaj me tjerë. Zoti çështu të është formimi. Ai që me Allahun është I sjellshëm, është me njerëz I sjellshëm. Nëse edukata ndaj Allahut Azza wa Jall e formon që të jetë I edukuar dhe I sjellshëm me njerëzit. Ne kemi përmend takimin e kaluar te duat çush I kanë formuluar. Për shembull, çfarë edukate me Allahun Azza wa Jall? Ejubi alayhis salam, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. O Zot, mua ka kapluni smuja madhe. Nuk tha tim ke smu. Me vetë Ju nëzëm, kush ta boni, kush ta që ke smuja, e din kush është? Po së është e hikshme në thonë, Allah tim ke smu të është shnëshëm. Jo, mu ka kaplu ke smuja. Ama ti I gjithë mëshirshëm, ti shërëm mua. Shko që fa edukate. O I dha mërit tu, kur smuhem, unë e smuhem, fe hua, I shfin, a I më shërën. E mire të ka Allahu është, smuja mu më rukë, edhe pëse smuja është me I Zotit, pa lene Allah nuk duhet, ama edukate me Allahun të bareke o ta'ala. Pastaj edukate me njerëzit, mirësile me njerëzit. Shkaj për shembull të në vëzën nga vlerat që I marim, nga vlerat morale, që I marim nga jeta e pejgamberit, për shembull, bujaria. Me ku njëri bujar, me ku një mikpric,
Merë shembull në Ibrahimit alayhis salam. Çfarë bujarie interesante. Do më thonë, ka qenë duke në shpit vetë, edhe befas, pa ditë kur gjë, vinë dë njerëz, thot jena udhëtar, ana bo ka në këberbor. Pa mërën, e s'ka di që me leqë ata njerët, nuk ka ditë, ma voni ka kalëzotë. Shiko, ka nërë njës të panjuar, si ka njoftë, s'ka ditë kushën. Ka po një udhëtar, jenë me të nudhe, bëjaria e mikpritjes. I ka marrë shpit vetë, edhe jo që i ka që. O e gjë bi ijlin semin, u shku mere ka thirë një veç, pa në mish, e ju ka pregadit, e kërja ka pru, para vete ju ka qitë të fa qarrabahu ilehim, që ka, si ka thirë, hajde që nëse që te e kam një, ju ka vendos, te du, një lotha, ka në dhu, para durve ju ka vendos. Qëfar bujeri që me fritëm? Edhe jo me gjithë shka, ju një pull, bi ijlin semin, e ka prej matë mire që e ka pasë, ka musafir të apilar, jënë undë, qëfar bujeri e shika që është situatë ose të përshamu. Ko është e thirë këna, ku ko drejka, ku ko muhabeta, me akreba, me njerës të afërt. Ka ra bujaria, ka ra aja, për të këtë cishë ka qenë dikur adresa e jonë, jemi njof me këtë punë. E ka sinë, të ka unë, hele atë e kullon, pësë pëhani, që ka botar, që ka bëhes pjo pëlqena, që ka ndodhë, e tani ka kaldu që në melek. Inna ursilna ila qaumi Lut. Inna rusul rabbik. Ne na dërguam te Zoti ton. Allahu na ka dërguar tek Luti alayhis salam. Shikoni prap moralin e edhe dukat i vremëson. Ju ka dhim ko se kanë najna nis në i dënuata. Ka inna fiha natyrë Luti alayhis salam. Ka nahnu a'lamu biman fiha. Edimna kush është ti mos i qalet. Prap ka diskutu, pas se ka fillu, Kurani përmend që Ibrahim alayhis salam ka diskutuar me melekët kuptim të dënimit, po më u shtyp pak për me pritën është ta pak kthehen ato. Ka marrë fund kjo. Zoti ka këtë caktuar. Ma paran çka ka bëu populli lutë vëllazënia, tani çka ka bëu. Burri me burr kanë vlejtë kanë. Ç'është ka bëu? S'ka besuar në Zot, ka refuzuar Lutin alayhis salam. Ka më prit për pak nështë ta pendohen, për nështë ta kthej pak. Qëfar dëmshërije, qëfar vlerë e madhe njerëzore. Sot për një gabim atë vogël, mirë e kanë bëhë. Ka dalë mërburë, nështë ta njëri ka bëhë, hajde t'ja falim, hajde ti një muna me dalë për situatë, hajde të mësojnë e pak. Dalimës, Ibrahimit e së mërë, edhe njerëzve tjera. Për shambull nëse e merë edhe, këtë pejgamber tjerë, qëre Musa alayhis salam të ndërvazër. Po dhe këtë e rrasë që dojmë me meditu, interesant. Musa alayhis salam kur ka dalë për Egjiptit, ka ikë, se faraoni ka kërsnu. E ka bo Musa një gabim, është e vërtet, se atër s'ka qenë pejgamber. Edhe e ka ditë se nëse e kap faraoni, nuk ka drejtësi. Musa nuk ka qenë kundër drejtësisë. Po e ka ditë që ndodhet faraoni drejtësia nuk zbatohet, nuk ekziston termi drejtësi tek faraoni. Fa drejtësia ta edhe. Edhe ka ikë. Ka ora njëri ka thonë, innal mala'a ya'tamirun. Elita ata rreth faraonit janë të bu kurth, janë të bu plën qysh me të kapë. Unë po them, ikë për këtujt. Edhe ka ikë Musa alayhis salam. Ka ikë largë. Derisa thot, kam ri Allahu xhallahu thot, derisa kam i tek iman, i ka gjetur njerëz jeskun. Ka gjetur njerëz rrethum rreth një pusi, ka i dhënë bakthis ujë me pi. U vajgjede min dunihim imra'atani tadhudan. Edhe pak më larg i ka gjetur dy femra, dy gra dopta. Kanë nesi ana apo. E ka po gra dopta. I ka po citat po këtë ata burra të përëna, dy grotë në ajtë. Qëfar sjellë është kjo? A ka të zënë kjo për moral? Jo, moral të regohet kër grus i jemi për parësi. Ato dy vajza ka pas babë në plak, edhe ato është dëtru me i mbi këqyrë dhe më kujtë për baktin. Për baktin.
Kur kanë ardhur baktia tek veni me pi ujë, ata burra më të fortë, ju na frutë pusi më shpejt, edhe më kanë arrishë me dhon baktis ujë me pi. Ai ka pa këtë pa me Musa, që pa me çfarë tregon? A tregon burrni? Nuk tregon burrni kjo. Ja, kur burri tregon forcë e dominancë mbi gruan, kjo s'është burrni. Absolutisht. Ai si kanë gjuft, ka pas golet e veta Allah njëra më. Po mjek faraoni, jam i kërkuar për më vra. Mos di ku po shkoj. Njërin kësi të lashe, a i bjen mend për të lashe dikujt? Jo, si bjen mend. Me gjithat Musa, se me ka haru vetën e ti, e ka haru problemin e ti. Kale ma ka të bukuma. Ma afru, tha, që ha puna juve? Ato ka të zunë që në nuk afrojme me dërësat nuk largohen këta. Kur ta shkojtë e na mundë ma afru, ta s'plej ma afru këta. Musa, se me ka kapë, ku një fort, e i ka marrë baktin e i ka afru me pi uj, edhe ja u ka kry baktin, asë si ka këqyrë. Parnani, djalleri, përse saj, po më një huj, ka mujtë, Musa se më ku një fort, e këni po, me një traume, ka mujtë njëri në vend, ku një fort, ka mujtë më marrë një dele. Që s'ka ka mujtë me ndodhë, dhe ka mujtë me arsotu, një më bla largë jam, dash një ujë me dhe me pi, dy dele me epni, si illet nuk e lenë kështë, me keqëpërdo situatën. Ka më e buna shekhun kebir, baba në kena plak, ta shkëmë, baba plak, atërë, s'kam vla, dy vajzat reja, si kalkulimesh, donë që njerë din me i bo, si ka po Musa, ka qeni moral shumë, ka qeni sjellë shumë. Shikoj, ka hap ujë me pi, ju ka një mu, i ka qitë nu dhe, thumë me të walla ila dhill. Allahu tha, pastaj, shkajnë në hije që tje, tha, o Zotë, unë jë me të keqë. Qëka do që të mjep shtimune për të kom nevoj? Uj me më dhonë, buk me më dhonë, me më strau, gjithë ka kom nevoj. Shkët e Zotë i vetë, dërsa, grati la mezë. Si e ka përshuaj e një peqika pasaj të bëbë saj? I ka në qënjone, ka një mu, ka në shka thërne. Shka thërne. E edhe ka shku me thira ja. Qysh ka ecë Musa Alayhis salam? Unë ka ecë, jo bashkë me ta, i të bo laf me grut huj. Ja, ka orë në disa shpjegime, a i për para, a i për mas, ty ka du ka u dhe. Mos me ecë bashkë, ose për para me këqyrë bërë në huja. Qëfar sile, qëfar morali. Qëkon, në ka qenë të këte e hetan të lezën. Pastaj e ka thonë, ja ebeti sta'gjirhu, inne khajre min sta'gjirët l'qawiju l'amin. O babë, mere për argatëse, kjo është edhe i fort, edhe besnik. Shko i fort edhe besnik, e ka cilësu me besnikri, sa ati u silë me ne me besnikri, nuk mashtroj, nuk të rathoj. Kjo është moral, kjo është dukat besnikria, moral është. Mere Jusufin a.s. E dini rasën ti, qëfar morali, djali ri, i vetmum, i huj, kush s'ka që kam i thonë, për jo saj, aja që pa e thret në shtratin e saj, gru e bukur, e pasën, gru me pushtet, me ndikim, kjo argat shëptor, cili është taj, cili kish me refuzun këtë citatë. Që a tha, kella, kur, absolutisht, s'ndodhë këfa puna, pse? Që është i moral shumë, i sjellë shumë, i edukum. Andaj ti në zëmë për pejgamber të shë, në qëfar nivelli ka qenë moralit, të edukatës, mirësjelljes, refuzimit të skeqës. Dhe kjo është aspekt që na duhet të përfitun nga pejgamber të Allah të azuqelë. Tharë, ki pejgamber shumë, e në që ti, Muhammedi a.s. Si ërsil pejgamberi a.s. të nërëzë. Në gjithë situatë e shë, në kulmin e mirësjelljes dhe edukatës. Të marrëm për mbyllë veç rastin kur ka hyrë në Mekë pejgamberi a.s. Gjënë të ndërëzër, disa raste, këtë rastet, po në veç disa raste, nuk mund është me i kuptu, nëse nuk i këthen në kohën kur ka ndodhë, rrethonat kur ka ndodhë, nuk kuptu tamam që ka të me thonë. Si për shemë për Jusufin a.s. Kallaj me thonë, një gruj ka thonë, hajde me mu, këj ka s'pëdu, qëtu kry, jo së që shtu apëtë. Nuk ka bërë situata ka që tjertë.
Shumë më komplikuar ka qenë. Dietarët kanë thënë, i kanë numëruar, shikoni. 13 lehtësime që ja kanë qelë rrugën Jusuf të sa përmëron të keqen. 13 lehtësime. Ma dje thojnë, nuk ndodhë mi mbledh dikuj tëna këto, pas Jusuf janë zëtë. Nuk ndodhë. Mu shme pas për shambull rast të caktuar, po jenë qytetonin me bu marrë vesh njerëzit, të dash për grus, të mive, të bujnë hurë. Nuk ka rëthan lecusi kjo. Kjo era nën situatën, e komplikan. Mund me konë një... Pa dalë diqka që e bën pak një penges, nuk është e mundshme. As një penges dë vetëme se ka pas. Heq, as një heq se ka pas. Shlirë ku. E që tëre kuptën të që e bje me hunë njove. Ose pejgamber sa Mekë kur ka hi. Të ndëvëzër. Pse e kanë dëmu nga Mekja? Me dita pak. Pse e kanë dëmu nga Mekja? Po bigër jak. Po kur gjëjq? Se kanë lonë mosirë rrëth qabës. Rrëth qabës është kush ka pos qef. Veç kjo s'ka drejt. Ka ma zullëm? Këshuni kush mosirë rrëth qabës, që këshoni? Ka pas fise, që kanë arë ju nësil lekureq, fali shprej pa asë një tesh rrëth qabës. Pse? Ka dhënë tesha tona jenë gjëta, i kena haram fitume, si kemë paqa, e ta shtum, kur pësillëm, edhe që ta kanë ujtë musirë rrëth qabës. Edhe që ta! E s'ka pas vend për pejgamberin Alehi Sallatu Sallam. E kanë dëbu, pëse ju ka thonë, mani mëse shkel një jetimin. Mani mëre mëse vëras një qika për zgjalli, se zbën kështu me bo. Zbën i kësi maskarlëqesh, që ka një të bojo. Mëse luftoni dëptin, dhe që është një dëpt. Mëse ha një hakun punëtorit. E me gjitha, adhuron e Zotin, leni këta idhuj, që ka që? I dëbum. Le i dëbum, po i luftum. Sa lufta ju mbo mes pejgamberëve të Kurejshme? Me 10 ballafaqime, nga më kryesorit janë 4-5 luftat mëdha. Bedri, Uhudi, pastaj lufta e Hendekut. Ha? E tash, ku ka ndodhur lufta? Në Mekë? Asnjë s'ka ndodhur as në afërsitë Mekës. Të gjitha në Medinë. Mirë e dëbut njerin, nuk e latë në vend vetën tash. E tash shka përdo një ka? 600 kilometra po bini, po më gosni. E tash shka u po mu? E kuptut? Si në silëm. E në fund pejgamberësëm ka hi triumfues. Tash triumfues, tash ka fitu, tash i ka mujt. Edhe që ka thonë? Që ka më ndëri se unë tash bëjmë juve? Ka unë ti e burin mirë. Ti e pejgamber, ti e ka nëru. Ka unë sot ju thëmat që ju ka thonë Jusufi vllazëve vetë. Edhe këtu morali Jusufit ato prapë. E kanë gjumë bunar, e kanë shpif për të, e kanë dopi i babës. Edhe si o ka përmend të keqen kur vllazëve vetë ato. Ka unë letë të riba alejkum unë jo. Sot nuk ka dita sot në tash kush ka faj, kur s'ka faj, këtë pak punë, e lëmë ka punë. Ja gëfirullahu lekum, ja u falë zotë ju vëllë. Që ashtu ka më pejgamberësëm, idhebu fe antum tulaka. Shkoni si një të lirë. Sot s'ka ditë hakmarje, sot ka falje, sot ka pajtim, nga se për këtë ka ardhën, për këtë pajtim ka ardhën. E kuptu qëfar morali? Wallah dhe nëruar, në komunikacion dikur me të nëzën parkingun, 20 dakika më smut me dalë, apo? Ko që do në ema e jahë meren. Një herë, dhe i të vjenë, të një kur vjenë do të shame, e Allah nështë edhe konflikt, e kanë du dhe më vra njerës për i parking. A kanë du për i parking? Në shënjën u konë zarë, s'banë me nëzun dhe i dhurë, nuk banë. Po thëmë kushtimisht, tajde u konë zarë, u konë dhe qëka. Këtu s'ja fali, një parking s'ja fali. Kënë një jetja u ka fali. Një jetë të tërë zullum, një jetë të tërë shtypja, presion, dëbim, privim nga drejta elementare, edhe, hajtë shkëllë se ja u konë falë. Wallah është e shtirë. Përse i fort, ti ja falë dikuj që të thush, ku me i tash në burg, e ku më marrë me këtë punë, se ti ki interes me falë, ja falë, në regull, elhamna, edhe kështu me falë mirë është.
Pejgamberi thonë çfarë interesi ka pasur më fal? Kur fal. U hi fort Mekë. Këtë arab i kanë rënë në kuptim bigojt. E ka pranu, ka dominu, ma i fort i konë, në ushtrinë e vetë, e me forcën e vetë, që Allahu ja ka mundësuja ka thonë, edhe i fort ka thonë, që tërë është sjellja e morali. Kur je i fort, mund është mos me falë edhe falë, që tërë është me vërtet tregues i sjelljes së edukatës, e kështu ka qenë pejgamberi alayhi sallam. Të ndonëse shumë nga ato që i gjejmë në Kur'an, ku mësojnë për pejgamberët e Allahut. Andaj kur lexoni Kur'an, ndalni tek ai pejgamberëve, që kanë sjell, që kanë qenë bujar, që kanë qenë durueshëm, që kanë qenë moralshëm, që kanë qenë sjellshëm, që kanë qenë mirënjohës e tjera nga vlerat e moralit dhe aspektet e edukatës që duhet me i pas një besimtar. I kemi tek shembujt e pejgamberit Allahut azza wa jalla. Këto me disa meditime të përgjithshme që i marrim nga jetët tyne edhe përfitojmë për veten tonë. Spaku me menu ka pak për veten tonë se ku jemi ne nga udha edhe hapat dhe gjurmët e pejgamberit Allahut azza wa jalla, në veçantë të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Allah na bëf pasues së pejgamberit Allahut azza wa jalla edhe në besim, edhe në adhurim, edhe në mirësjellje, në veçantë padyshim të atij që Allah e ka dërguar për neve mëshirë, edhe falje, edhe mirësi Muhamedit alayhi salatu wasalam. Zoti ju shpëlbeft për momentin, për sabrin, kaq për këtë pjesë. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.